Pa ngrau që këti. Si e quan këtë punë të atje? Po pse së shpuna? Përse je zgjedhur ti në komitetin? Është ti ndrejtë. A here, pse si ke ndrejtë? Ti edhe partia. Jo ti vetëm personalisht. Se ti mund të kesh punuar, mirë. Po ti edhe shokët e tjerë. Pse si keni ndrejtë, no? Ju ka thënë partia që ti lini zvarë? Jo, si ju ka thënë. A here, pse ka ngjarë to? E pse t'jenë të ngatëta? Klasa punëtore duhet jetë ngatët? Edhe intelektualet duhet jenë të hedhur? O here, si e shpjegon ti këtë gjendje kështu kontradiktore? Mos jeni ju të ngatët edhe klasa jo? Dere fjallën ti, unë. Ti ke faj, naturisht. Jo pa dalje. Me dalje. Vetëm konstatojme që ka gjithë kjo kohë, kupton, që neve kemi zbuluar, kupton, armik, dhe një të gjë i shokim të vazhdojnë. Edhe me lehtësi, kupton, në mënyrë, kupton, me një shpejtësi të jashtëzakonshme, me një retorikë, kupton, si bën shoku lavdosh, nëvesh i rumbullakosin të gjitha këto, këndoj shokuramit që këto, kuna kanë sabotuar ta. Në marri vesh për një, edhe të gjykoj, kupton, se si kanë punuar, shokët në naftë. Këtu janë disa nga ato drejtimet që kanë dalë në gjyqin e këtyre sabotatorëve të naftë. Ku kanë sabotuar ata? Disa momente për e vërë. Kanë hallakatër kërkimet e naftës në njësë strukturash, duke dhënë kurse kërkimi në strukturat pa përgatitura me kompleks punimish geologo-geofizike. Në përmërshim, me vendimet e byrosë politike për këtë çështje. Kjo sot është ka vazhduar. Vazhdon dhe sot po e njëjta gjë. Po. Tjetër, duke analizuar të gjitha strukturat e supozuara, janë nështru shkimit, rezulton se 80% e tyre kanë qenë të papërgatitura me kompleksun e nevojshëm punimeve. Nga 129 kurse të çpuara në këto struktura, vetëm 7 kanë rënë brenda strukturës. Atje jemi. Aty jemi edhe sot. 20 kurse janë çpuar, 23 kurse për 3 vjetë. edhe kanë qenë me rezultat hiç. Është po e njëjta me CD. Kanë braktisur kërkimet e naftës në objektet e ranore, duke u kundërvënë parimit, se, siç ka thënë dyra politike, objektet kryesore për kërkimet e naftës të jenë bëlqerorët, pa në ndërtuar në asnjë mënyrë strukturat e neogenit ranor. Kështu në vitin 1970 në strukturat e ranorëve ku shkuan 2 kurse. Në 71-shin asnjë, në 72-shin 5, në 73-shin 1 kurs. Po njëjta situatë vazhdon dhe sot. Është shkelur parimi i partisë për të kaluar nga e njohura tek e panjohura gjithmonë në bazën e studimeve komplekse. Gjatë shpimeve nuk është marrë parasysh raporti gaz-naftë, larg-afër, thellë-cekër. Po i njëjti fenomen, si që thamë edhe këtu, 7 sonda që ishin destinuar për gazin, me urdhër u hoqën, edhe u shpërndan gjojat kërkojmë naftë. Me një fjalë, u la gazi, se s'kemi nevojë për gaz. Dhe nafta su muar, atje ku më qua. As nafta su muar atje dhe as gaz s'morëm këtu. Si ja vini emrin kësa juve? Vazhdoni të heshni, po kemi përgjegjësi. Këtë ta kemi të kjatë. Kanë sabotuar në hapjen, përvetësimin dhe studimin e shtresave produktive në kurset e çpuara për naftë e gaz,
duke përdorur llogaritje gradient presionit të lartë dhe të pabazuar, me qëllim përdorimi lëngjelarës të rënduar me barit për të mos marrë rezultate pozitive në këto shtresa. Po të ti qoka ti ngrëm. Pse e përdorni baritin, kupton, pa llogarit? Pse është e përhapur atje në naftë, ideja, t'ja fusim baritit, kupton, se kemi frikë nga fontanat edhe nga shpërthimet? Pse ekziston kjo situatë? Fare? Keni vend bykën e orisit. More, makari gjë tjetër, unë barit kupton me atë lëndë e cila Dhe rëndimi. rëndon. Rëndimi. A qoftë barit, qoftë E rëndojnë. kakao, nuk më intereson mua. Pikërisht, të mbitur stres. Edhe pikërisht lidhur me këtë, kanë mbjellë tek shpusit panikun e fontanave, Edhe tash e ekziston. që është edhe sot po e njëjta gjë. Pra, Ja po kështu si shkret. thot tash. A jeni të kënaqur juve nga këto shpjegime që po japin të shokët?